Plishkues të zërit diasport thani kom kënaqësinë që t'ua prezantoj zotëri mentor Nazarko, ekspert i çështjeve të rajonit, sidomos në atyne politike dhe marrëdhënieve Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Serbi dhe rajonet përgjithësi. Zotëri Nazarko, falenderoj shumë për kohën që ndat për një intervistë me zërin e diasporës. Është kënaqësi. Mendoj që kombi nuk mund të jetojë pa diasporën dhe në vendet të tjera ose vendet të caktuara emigrimi mund të quhet mallkim. Kurse për ne, për kombin shqiptar është bërë bekim, për shkak të ndikimit dhe kontributit të madh të diasporës, kështu që është kënaqësi që komunikoj fal jush me diasporën. Të falenderoj për sqarimin, na tregon pak a shumë për këtë summitin e 4 të Tiranës, si e pat edhe çka u nxorr nga ky summit. Ky është një organizim që në gjykimin tim është duke u perfeksionuar, nga viti në vit korrigjohen shumë element. Qeveria shqiptare apo ky kryeministër kanë një lloj aftësie për të organizuar summite, jo thjesht pastaj bashkëkombësisht që janë në emigracion, siç është rasti i këtij summiti që është viti 4, por edhe summiteve të udhëheqësve, burgshtetasve të mëdhenj, gjatë këtyre 2 vjetëve të fundit pak më shumë janë organizuar summitet komunitetit politik evropian. Janë organizuar summite BE plus Ballkan. Vitin e ardhshëm pritet të organizohet summiti i burgshtetasve president kryeministër të NATO-s, vendet NATO, pritet vi presidenti Trump. Kështu që Shqipëria ka përsosur e ka përkryer këtë aftësinë për të organizuar evente, ngjarje të përmasave të mëdha. Dhe ky është një aspekt. Aspekti tjetër është fakti që për fat të mirë, dhe kjo është arsye pse unë e quajta bekim, shqiptarët vazhdojnë ta duan vendin e tyre, janë të lidhur me ta, duan që të kontribuojnë pozitivisht. Dhe kjo është arsye pse shumë njerëz nga të gjitha anët e botës, kush edhe nga Australia, pa folur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Australia e largët, duan që të kontribuojnë. Dhe kjo është diçka jashtëzakonshme për një komb të vogël si kombi ynë, i cili ka humbur ose ka parë që t'i largohen nga territori vet, ndoshta gjysmën e popullsisë të tij. Por siç u thash, për shkak të kësaj lidhje të fortë me vendin am, ka diaspora të cilët kanë ikur nga vendi am dhe e kanë harruar të gradualisht. Kjo jona nuk është kështu, dhe megjithatë ekzistojnë rrugë, ekzistojnë mundësi që ky kontribut i saj i diasporës për vendin am të fuqizohet në interes të kombit tonë. Që nga kohë e Fanolit ka qenë ajo shprehje mbau nën mos ki frikë se këtë djemt në Amerikë. Kështu që ne duhet kombi ynë nuk e ka luksin që të përparoj pa ndihmën e diasporës. Se si ndihmon, pastaj kjo është një nga ato pikpyetjet e mia dhe një nga ato temat për cilat unë mendoj që kam një farë ekspertizë, kam disa ide që përmbajnë edhe kritik për disa momente se si organizuar ky summit. Ndoshta duhet kishte më shumë hapësirë që të dëgjoheshin njerëz të diasporës. Pra, jo vetëm fjalimet ministrave, kryeministrit. E ki fjalën gjithmonë për këtë summit, për këtë summit. Po jo, ky summit, po edhe për të tjerë. Domethënë, duhet që njerëz të diasporës të flasin. Po e them për këtë summit konkretisht për arsye se pash shumë kritika që u dhanë pikërisht që edhe pse ishte për diasporën nuk ia dha hapësirë diasporës në panel të mjaftueshëm. Mendoj që duhet standardizuar, duhet ndryshuar forma. Natyrisht, se duhet ta kisha thënë që në fillim të shko nga ky event, nga kjo ngjarje e madhe, 3 ditore, me shumë panele paralele, domethënë panele me tema diskutimi, grupe të ndryshme, arrihet në disa përfundime, domethënë për shembull, mendoj që ky është një komb i pavdekshëm. Domethënë ne kemi edhe në atë himnin e flamurit kombet shuhen përmbi dhe. Ky është një komb që nuk do shuhet përmbi dhe kur.
mu për shkak të kësaj dashurie që ti e prek në atë kënaqësinë e mësuesve shqiptar të Greqisë, gjuhës shqipe që emocionohen për shkak të një nderimi të vogël që bën Shqipëria me një statuetë shqiponje, apo nga një aktori që shqiptar që është tani nga ato yjet e kinematografisë greke, apo nga një mjek, apo nga një prift arbresh, ky është një kom që ka shumë ngjyrat, ka shumë premasa, dhe unë kisha ambasadoren franceze, që u emocionua nga muzika, nga ato shumë fytyrat e këtij kombi. Dhe natyrisht në një përfundim tjetër, i cili ndoshta mund mos i pëlqejë shumëve, posaçërisht në këtyre provokatorëve, domethënë të idesë kombit kosovar. Kombi shqiptar ka një qendër rëndese, që Recep Qose quante dikur Piemonti i shqiptarisë, që është Tirana. Nuk ka që, domethënë, kështu kanë qenë rrethana tona historike, Nuk e di, mund të kishte qenë Shkupi, supozoj, qofse Shkupi do kishte bërë pjesë në Shqipërinë e madhe, por Tirana, shteti, pjesë kryeqyteti i shtetit të themeluar të pavarësuar në 1912, është qendra e rëndesës, ku zhvillohet vëllimi më i madh i marrëdhënieve ekonomike, shtetërore, ndërkombëtare, etj. Dhe kjo ndjedh në atë samit. Mund të ketë forma të tjera të ngjashme që ta imitojnë një aktivitet të tillë, por nuk do jenë kurrë si ky. Të shkojmë pak tek çështja e rajonet dhe krizat që po na shkaktohen si komb. Përfshir Kosovën, Maqedoninë Veriore, Malin e Zi, Serbinë, ku kemë shqiptarë që janë një farë formë të rrezikuar, sidomos në Maqedoninë Veriore dhe në Serbi. A mendoni që shteti shqiptar dhe ai i Kosovës janë bashkëpunën të mirëfillt që të mbrojnë popullin e vet jashtë territorit vet? Unë mendoj që nuk janë bashkëpunim. Kjo është fatkeqësi. Dikur në 2017 ose deri në 2017 mendoja që ne do të hynim në Bashkimin Evropian, se do të bënim të njëjtat hapa me Maqedoninë. Dhe për shkak se Shqipëria kishte sherrë brendshme, Maqedonia ishte pak më përpara. Atëherë nuk ishte ende vetoja bullgare. Presidenti Macron tha që unë nuk dua të hidhuroj shqiptarët që jetojnë në 4 shtete dhe janë faktorë i rëndësishëm. Pra bota ne na sheh si një tërë, si një komb unik. Ne nuk sillemi si një komb unik. Dhe nëse ne nuk sillemi si një komb unik, ne jemi komb shumë i dobët. Kush kontribuon në këtë? Sigurisht 2 shtetet, Kosova dhe Shqipëria. Të dyja këto kanë gabimet, mëkatet e veta. Dhe natyrisht klasat politike respektive, qoftë klasa politike e shqiptarëve të Maqedonisë, qoftë ajo e shqiptarëve të Preshevës dhe të Luginës, apo të këtyre 3 komuneve kryesore, megjithatë shqiptar ka edhe jashtë këtyre 3 komune. Unë kam qenë aktivist në një farë kuptimi edhe në mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në Serbi, dhe di fare mirë që po aq sa shqiptar kanë to 3 komuna, ka edhe të shpërndarë në gjithë territorin e Serbisë. Apo dhe shqiptarët e klasa politike prapë po e quaj për zakon e Malit të Zi. Klasat politike, ta ashtu quhet ato parti etnike, gjithashtu kanë përgjegjësi të mëdha, sepse koncepti mbi cilin ato janë themeluar është koncepti tejkaluar sot historikisht. Por siç e thash, përgjegjësi më të madhe kanë 2 shtetet, Shqipëria dhe Kosova. Maqedonia është rasti i dështimit të këtij bashkëpunimi. Unë e kam qytur shumë të arsyeshme, shumë normale që Kosova ka zhvilluar marrëdhënie të mira edhe me këtë qeveri, pavarësisht se kjo është një qeveri që flas për qeverinë maqedone, si të kryeministrit Mickosi, që ka ndikim të fuqishëm serb. Por në emër të fuqishmësisë mirë, mendoj që Kosova ka bërë shumë mirë që ka zhvilluar marrëdhënie, pra zoti Kurti ka zhvilluar marrëdhënie. Por kjo nuk shmang detyrimin që mu për shkak se ke marrëdhënie të mira nuk duhet që të lejosh që korpusi, tërësia e të drejtave që shqiptarët kanë fituar që nga 2001 këtej, apo edhe më përpara, të fillojë dhe të shkallmohet gradualisht. Për të hapur, me këtë mbyll, për të hapur atë këndin e shikimit, shikoni, Maqedonia është një vend
i cili është i rrethuar nga dy shtete ku ka shumicë dominante shqiptare, nga Shqipëria dhe nga Kosova. Ne jemi partnerët kryesor tregtar, tregjet e produkteve Maqedonas. Pra, bujqësia Maqedonas, industria ushqimore, se nuk ekziston dot pa tregjet e Shqipërisë dhe të Kosovës. Pavarësisht se duhet pranuar që shqiptarët e Maqedonisë apo Maqedonas si përgjithësi e punojnë tokën më shumë se sa që punojmë ne në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe po ashtu shqiptarët në Maqedoni janë mbi 30%. Pa folur për shqiptarët ortodoksë, është një temë që unë ndoshta jam nga vetmit që kam lëvruar kaq fuqishëm sa. Pra, në kushte të tilla, pse duhet vazhdojmë ne që ta ankohemi vazhdimisht se na kanë fajin Maqedonas? Ne kemi fajin vetë për këtë gjë ku jemi. Nuk na kanë fajin të tjerë. Do të thonë humbjet tona mbaren nga ne, jo nga ai që na mbon. Absolutisht. Po, edhe sikur ne të ishim brenda këtij rajoni shtete më të përparuar, më të emancipuar, shtetet, kombet, popujt kanë rivalitete mes tyre. Problemi është që në fund peshon, fiton ai kombi i cili ka strategji, ka vizion, i cili pavarësisht shpërndarjes në territoret e disa shtete vepron si një i tërë. Shikoni vetëm për t'ju dhënë një shembull, pavarësisht se Serbia është shembull i keq, edhe shembull i shtetit humbës. Nga dizintegrimi i Jugosllavisë, Serbia është shteti që ka humbur më shumë nga të gjithë territoret. Ka nisur luftra, të cilat e ka humbur dhe në fund tyre ka humbur dhe territore. Megjithatë, Serbia vazhdon të ketë politikë të qendërzuar në Beograd. Do thot, pakica serbe apo përbërësja serbe në Kroaci, në Bosnjë, në Maltëzi, në Kosovë, në Maqedoni, komandohet nga Beograd. Ky fakt, ky realitet është një nga burimet kryesore të fuqisë së serbe në rajon. Nëse nuk do të ishte, nëse faktori shqiptar do të sillej si model e përsërisë, jo me të njëjtat politika, se ne jemi orientimi në politikë është pro-perëndimor. Ky orientim është shpëtimtar për kombin tonë. Nëse ne do silleshim me një qendër vendimarrje, me politikat harmonizuara, atëherë ne do të ishim kombi, do bënim ligje në Ballkan. Kjo është ajo për cilën unë punoj, cilën luftoj, jam aktivizuar vazhdimisht në rolet ndryshme si këshilltar i presidentit të Shqipërisë, si këshilltar i presidentit të Kosovës, si këshilltar i kryeministit Malit Zi, pra si shqiptar të veprojnë si një i tërë. Natyrisht, jo të veprojnë me politikat e vjetra. Shikoni, thot Einsteini, me të njëjtat njerëz, me të njëjtat metoda, mos prit rezultate të ndryshme. Pra duhen ndryshuar edhe njerëzit edhe metodat. Për fund, si e shef me që jeni eksperti i politikave të rajonit, si e sheni ndryshimin në Hungari që ndodhi tash me ramjen e Orbanit? Çfarë peshe do të humbë Serbia në rajon, të marrë parasysh që ka qenë një lidhje në mes tyre në Rusi? Po, e vërtetë është që ajo që ka ndodhur në Hungari do të ketë ndikim në Ballkan. Hungaria është një vend i projektuar ndërkombëtarisht në planin financiar, në planin biznesor, posaçërisht në Serbi. Kishte bashkëpunim në fushën e gazit, të naftës, të bankingut, të mbështetjes për pakicën hungareze në Vojvodin. Shumë fondet Bashkimit Evropian, po dhe fondet hungareze destinoheshin për ta, dhe ishte në burim korrupsioni, ashtu. Njihen marrëdhëniet e shkëlqyera që ka patur Serbia me Hungarinë, por Serbia nuk ka patur marrëdhënie shkëlqyera vetëm Hungaria nuk ka patur marrëdhënie shkëlqyera vetëm me Serbinë, ka patur me të gjithë vendet e Ballkanit. Vetëm ty përmend një kredi për 500 milionë euro që ju dha Maqedonisë, ndoshta ato burimi i tyre parave mund të ishin kineze, por de jure ishin ju dhan nga Hungaria. Hungaria pastaj është e pranishme në Shqipëri
po dhe në Maqedoni nëpërmjet kompanive të mëdha celulare, 4G-ja, në Shqipëri nëpërmjet Vizerit, që zotëron 70 ose 8% të tregut të fluturime ajrore, që është një treg lulëzime sipër në Shqipëri, dhe po ashtu Hungaria është e pranishme nëpërmjet bankës OTP. Pra nëpërmjet celularëve, bankingut, fluturime, natyrisht nga sinjalet që janë dhënë nga pasardhësi i zotit Orban, i cili ka pasur marrëdhënie të mira me Berishën dhe me Ramën dhe me Metën, duket që politika e jashtme nuk do ketë ndryshime të mëdha megjithatë. Nuk të ketë ndryshime të mëdha, ndoshta në politikën e brendshme, jo favorizim të oligarkëve etj, por mendoj që ndoshta Hungaria nuk do ta ketë atë rolin provokues brenda Bashkimit Evropian siç e kishte Hungaria e Orbanit. Mendoj që do të vazhdojnë marrëdhëniet e mira me Rusinë dhe me Kinën. Natyrisht, rasti i Hungarisë është një rast i cili ka paralele sa i takon qëndrimit gjatë pushtet të Orbanit, por unë kam vlerësim për faktin se Orbani megjithatë ishte dikush që vinte nga një shkollë shkëlqyer perëndimore, natyrisht ishte një blokmen, nëse ta shohim nga perspektiva e Shqipërisë, pra ishte fëmijë i nomenklaturës komuniste, viteve 80-90, pra kishte qëndruar gjatë në pushtet edhe familja e tij dhe ai vet, po kështu edhe Magyari që ka zvendosur. Kjo është interesante për rastin e Shqipërisë, dhe Rama dhe Berisha vinë në mënyrë nga ajo eksperiencë, po ashtu duhet të thënë diçka tjetër, se ndoshta qëndrimi gjatë në pushtet ishte edhe Merkeli, apo dhe kryeministrat të tjerë, por ndoshta modeli i qeverisjes për disa aspekte ishte ngjashëm atë të Shqipërisë, pra ndoshta edhe për shkak për masave të tregut, pavarësisht se në një treg i vogël, në Shqipëri dhe Kosova 10 milion banor, 2-3 milion, por ndoshta le të shikojmë se çfarë do të ndodhë në Hungari që të kuptojmë ndikimin, projektimin e këtij ndryshimi në Ballkan. Unë nuk po të marr më gjatë për shkrimtarën, sigurisht ne do të kemi rastin që të kërkoj nga ju edhe intervista online, ose në rast se vjesh në Britani të Madhe me gjithë dëshirë të kemi studio, për fund për diasporën një porosi të veçantë. Unë mendoj që diaspora është zemra e shqiptarisë, ka mundësi të jetë edhe truri i shqiptarisë, qofse shteti shqiptar, shtetet tona do të vinë të japin hapësirën që meriton këtyre individëve të shuar një pjesë të madhe të cilëve i pam të ky kongres, të përfshihen në një mënyrë ose në tjetër në qeverisje, në kompani. Mendoj që duhet të jenë krenar. Ne jemi një komb që ka të artën, siç thash, kombi shqiptar nuk do shuhet përmbyte edhe për shkak të tyre, kështu që unë jam mirënjohës përjetësisht ndaj kontributit të diasporës. Unë të përgëzoj edhe një herë, edhe për punën, edhe për angazhimin, edhe për respektin ndaj televiziunit. Faleminderit shumë.